أيها الناس o ju njerëz إن من نعم الله وفضله أن شرع لعبادته مواسم للخير o ju njerëz më të vërtet prej nimeteve të Allahut Azza wa Jall dhe mirësive të Zotit është që Allah Azza wa Jall ka lënë legjitim për robërit e tij, ka obligu për robërit e tij sezon e punëve të mira, sezon e adhurimeve. Dhe këta muslimani duhet ja den vlerën kësaj sezone në ato që Zoti e ka lënë si ligj në fejen e tij. وضاعف لهم فيها الثواب والأجر على العبادات. Më të vërtet kjo dhunti dhe kjo mirësi Allah Azza wa Jall i shton edhe më shumë shpërblimin për ata që bojnë punë të mira në këto sezona, apo ja pranon veprat e tyre në qoftë ata janë të lidhur me Zotin e tyre në këto domethënë sezonat e cilat Allah Azza wa Jall i ka lënë. وحثهم على الاغتنام الفرص وعمار الأوقات. Më të vërtet Allah Azza wa Jall i shtyn robërit, i nxit robërit që të shfrytëzojnë ta mundësi, këto sezona për jetën e tyre, për kohën e tyre. وحثهم إلى مسارعة إلى الطاعات والخيرات. Më të vërtet Allah Azza wa Jall i nxit robërit e tij që të garojnë në adhurime dhe në vepra të mira. أيها الناس o ju njerëz lillahi al-hikmatu al-baligha. Më të vërtet të Allahut Azza wa Jall me urtësinë e tij është baligha, gjithë përfshirës. Kur Allah Azza wa Jall vendos diçka, vendos me urtësinë e tij, e cila kjo urtësi e përfshin çdo send. وله الأمر فيها يشاء ويختار. Më të vërtet Allah Azza wa Jall kur vendos për një çështje në ta është që dëshiron ai dhe zgjedh ai. E për zgjedhja që Zoti e ka zgjedh është edhe muaji Sha'ban. O ju vëllezër, gjithë këto fjalë të cilat ne i folëndejmë me tani janë fjalë që i takojnë muajit Sha'ban. فمن تعظيم الله لشهر رمضان أنه هنأ قبله شعبان. Prej madhështisë që Allahu Azza wa Jall ja ka bo muajit Ramazan është që ai e uroi e përgëzoi muajin Ramazan para këtij muajit Ramazan, domethënë e uroi me shka me muajin Shaban. Shiko, Allah Azza wa Jall po don me dhënë rëndësi muajit Ramazan, mirë po me cilën muaj? Me muajin Shaban. Po e vendos muajin Shaban, pastaj muajin Ramazan. Në qoftë se ti në muajin Shaban je i mirë me Zotin tonë, këtë sezon e shfrytëzon, ashtu siç e ka shfrytëzuar dhe do e shohim tani. Çuçi ka shfrytëzuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dije mirë që ti je prej atyre që kemi shfrytëzuar edhe më mirë muajin Ramazan. ولهذا كان لشهر شعبان عند رسولنا صلى الله عليه وسلم اجتهادا لعمل صالح وصوما. Për këta ishte ky muaj tek i dërguar jon sallallahu alaihi wasallam në muajin Shaban ishte më i angazhuar në veprat e mira dhe me agjerim. عباد الله o ju rob të Allahut. فمن حق رمضان علينا أن نكرم قريبه ونكرم أخاه. Për i hakit të Ramazanit që e kemi na, është që na du të nderojmë ato cila është afër Ramazanit. Cila është afër Ramazanit? Muaji Shaban. Është hak për neve që me nderu muajin Shaban para Ramazanit. Wa nukrima akhahu. Dhe është hak i Ramazanit që na me ja respektu vllahun e Ramazanit. Kush është vllau e Ramazanit? Akhahu, muaji Shaban. Është muaji i Ramazanit. Me nderu këtë vllah para se vjen Ramazanit. لأنه شهر يغفل الناس عنه. Më të vërtet jemi të folë për muajin Shaban. Pse? Nga se më së shumti njerëzit e lajnë për asgjë këtë muajin Shaban para Ramazanit. Kema wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashtu qysh e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muajin Shaban duke thënë dhalika shahrun yaghfulu anhu bayna Rajabin. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Ky është muaj të cilët njerëzit e anashkalojnë mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan. Në mes kush është? Është muaji Shaban.
E pejgamberi po thotë më së shumti njerëzit e lajnë për azha këtë muaj. Andaj o vëllezër, shiko hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Neve na jep që të kemi kujdes ta shfrytëzojmë këtë muaj para muajit të Ramazan. Mos ta bëjmë këtë muaj për azha, mos ta lëmë këtë muaj për azha. Mirë po ta shfrytëzojmë këtë muaj me ibadetet të cilat janë në dinën fenë tonë. Agjerimi, namazet, leximi i Kuranit, dhikri e kështu të radhë. Të nderuar xhamat, ndryshohet të në këtë muaj, dije mirë që Ramazani ka më ndryshuar ty. Në qoftë se ti fillon prej këtij momenti, na kemi hi domethënë muajin Shaban, dhe fillon ti më ndryshu veten tonë, dije mirë që edhe Ramazani me ty ka më ndryshuar. Në qoftë se ti nuk e ke ndryshuar veten tonë para muajit të Ramazan, në muajin Shaban, nuk do të bën dobi ndoshta edhe kush, edhe Ramazani. Në qoftë se ti qitash nuk ka fillon me agjëru, kur t'ja fillon Ramazani, ditën e parë ti ke ushtri për toke. Ja s'pomoj, të punu, nuk pomoj, qitash mësaj e vetin. Muaji Shaban është shembull sukur një sport, të cilët njeriu në qoftë se hyn në atë sport për minjar, e ka lëndu veten e vet. Do shta po mjek I din këto mamisë sane. E ka lëndu veten e vet. Pse trupi ka nevojë për nxemje. Ju për minjar me hi e pastaj, domethënë shka janë në trupin, djegje, të muskëve e kështu të më radhë. Edhe e shtan më lojën. Mi po në qoftë se ti e nxen veten tonë, fillon me nxen veten tonë. Kur të hin lojë, është shumë më lehtë me çu lojën deri në fund. Ndoshta deri edhe fitore. Edhe njëta gjë është muaji Shaban. Fillo ti qitash. Mësaj e trupin tonë. Kur vjen Ramazani, leximin e Kuranit e ki let, dhikrin e ki let, agjerimin e ki let, namazet e ki të lehta. Mi po ti në qitash në këtë muaj, nuk I jep vetit në Ramazan, një ditë që të bëhet, 2 ditë, ki me la me agjerim, ki me la me lexim Kuranit çdo sen. Andaj vëllezër, eja së bashku ta shikojmë se si ishte profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj. Qala Usama ibn Zaid, thot Usama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu al-ayyama hatta naqula la yuftir. Po na tregon ky sahabi se çysh ishte profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj. Po ishte profeti sallallahu alaihi wasallam që agjeronte ditët e Shabanit derisa na mendojshëm që nuk është duke e prish domethënë agjerimin e tij. Domethënë ka mendu sahabët që pejgamberi po vazhdon agjerimin, pa bu iftar hiç. Komplet dita e tij me agjerim, nesër komplet dita e tij me agjerim, nesër dita e tij komplet me agjerim, pa hangër dhe pa pi. Në këtë muaj ka vazhdu. Derisa pejgamberi ka thonë sahabëve, mos u ndjekni mua çu pa agjeroj une, nga se mu më shen Zoti jam. E ka ushqy Allah zën përmes ruh, përmes shpirtit ti, me iman e kështu me radhë. Shiko se çush ishte gjendja profetit. Në këtë muaj ka agjëru ditët e muajit të Shaban. Është pyetur profeti jon sallallahu alaihi wasallam për angazhimin në këtë muaj. Ne kam pas sahabët dhe kam pyet. Lam araka tasumu min shahuri ma tasumu min Sha'ban. Ka thonë dërguari I Allahut, na jemi duke pa ty që ti muajt e tjera nuk I agjeru çush je duke agjeru në këtë muaj ka shumë. Atëherë pejgamberi ka thonë: "Dhaka shahru yaghfulu an-nasu anhu." Më të vërtet ky është muaj më së shumti që njerëzit e lajnë për azha. Tërfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ka thonë në këtë muaj çdo ditë dhe çdo natë ngritën veprat e krijesave tek Allahu azza wa jall. Uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun. E un kam dëshirë që ku ngritën veprat e mia, lë ngritën ata dhe duke qenë un agjërueshëm. Shiko çfarë hadithi madhështor o vëllezër, se si ishte profeti jon sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj Shaban. Gjën e parë po na tregon, mos e shumë të njerëzit që e lajnë për azha është muaji Shaban. Pastaj po thotë, ky është muaj të cilën ngritën veprat tek Allahu. Domethënë, në dhikri jote, në leximi jote, në sadaka jote, në namazi jote, mina ngritet tek Allahu. E pejgamberi po thotë, po kam qef me alon Zotit tan veç çështot. Po kam qef me dharatën me apo pak më mirë. Po thonë me agjeru e me avon Zotit tan që na agjerim po ta jap ty namazin, dhikrin, leximin e Kuranit.
Shiko, medita, merr mësim. E të njëjtën gjë edhe na do të me vepru. Qysh ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë muaj, edhe na do të me vepru. Në qoftë se e familji namaz, në qoftë se bëjmë dhikr, apo lexojmë Kur'an, shtoje rrumbulla kësaj këta ibadete me shka me agjerim dhe dërzaja Zotit tanë, nga se në këtë muaj ngritën vepra tek Allahu azza wa jall. O ju vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam e donte këtë muaj, ndërsa në realitet duhe edhe ti. Kur e ka desh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë muaj, duhe edhe ti këtë muaj. Tregon Aisha thot: "Kana ahab ash-shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sha'ban." Po ishte muaji për muajve më të dashur tek profeti jon sallallahu alaihi wasallam, muaji Shaban e agjerante, domethënë ditët e muajit Shaban. Bel kana yasiluhu bir Ramadan. Po thot Aisha, as shumë ka agjeru deri sa afër ju ka afru muaji Ramazanit, ndërsa ai ka qenë agjerueshëm. 2 ditë para se ma Ramazani e ka ndërprej domethënë agjerimin. Dhe ka thonë me gjuhën e tij, 2 ditë, 1 ditë para se ma Ramazani mos agjerani. Përveç atyre të cilët kanë qada, se kanë agjeru muajin e Ramazanit, shfrytëzoj edhe këto 2 ditë, kush i ka borxhet Milan me agjeru le ta agjeron. Po shiko se çysh ka qenë pejgamberi jon, sa e donte këtë muaj, as shumë që e ka desh, domethënë e ka lidh me Ramazan. 2 ditë para se ma Ramazani e ka ndërprej agjerimin. O ju vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti jon sallallahu alaihi wasallam ishte i angazhuar thuajse në të gjithë ditët e muajit Shaban. Kana yasumu Sha'ban kullahu illa qalilan. Po thot Aisha radhiyallahu anha, më të vërtet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte që agjerante muajin Shaban thuajse komplet, vetëm se pak ditë, ato që sharonën para pak sekondave. Bel kana yasumu Sha'ban kullahu. Pra po kthejt Aisha po thot, dënomisht atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që agjerante thuajse komplet muajin Shaban. O ju vëllezër, gjithë këto hadithe, transmetime prej sahabëve, ashtu që kanë ardhur më shumë se 13-15 sahabi kanë transmetuar veprën e profetit sallallahu alaihi wasallam, se çysh i kanë dhënë rëndësi kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muajit Shaban. Shiko veprat e tij, si veprë më e mirë që e ka zgjedhur profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë agjerimi. E mos flasim për leximin e Koranit, e mos flasim për namazin e natës. Mirë po, i ka rëmbulloksu veprat e tjera me çka? Me agjerim. O ju vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam më të vërtet e donte këtë muaj dhe e ka bë agjerimin e këtij muajit, agjerimin në menyn e kojna e Davudit alayhis salam. Bani po shkon në restoran, a bën çat menyu me këshyra. Edhe pejgamberi po bën agjerimin menyn e kojna Davudit alayhis salam, duke thënë sahabëve: "Afdalu siyamu Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Po thot agjerimi më i mirë ka qenë agjerimi i Davudit alayhis salam. Se sahabët e kanë pa duke agjeru. Pejgamberi ka thonë mos u ndjekni mua se s'keni mundësi, mu ndjek me mua, shtyp me mua. Un agjeroj edhe pa e prish hiç, pa iftar. Sot nesër mas nesër ka agjeru pejgamberi pa ndal hiç. Pejgamberi ka thonë mos u ndjekni mua se mua Zoti më ushqen. Ka thonë e dinë mirë, e ka thonë menyn tash. Dinë mirë, thotë agjerimi më i mirë është agjerimi i Davudit. 1 ditë ka agjeru, 1 ditë ka humbur. Ti shfrytëzoj këtë muaj kështu. 1 ditë agjera, 1 ditë ha. 1 ditë agjera, 1 ditë ha. Kur janë muaje, domethënë muaji Ramazan, 2 ditë para muajit Ramazan, mos agjera, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër, profeti jon sallallahu alaihi wasallam na dhuroi një shenjë, një model kush ka mundësi që dallohet, mundet më dallu në këtë muaj. Shiko, domethënë profeti po na jep neve shenjë. Atë po samafor që shep shenjë, që shtot pejgamberi po da më na mësu neve. Nëse dan më dallu në këtë muaj, shumë lehtë është më dallu. Ndëgjë hadithin e profetit. Po thotë dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Më të vërtetë, ky është muaji më së shumti njerëzit e zgjojnë për azha. Ai se kur muaj Shaban ka marr Ramazani, jo çitash ti muaj më dallu. Çitash muaj më dallu. Kjo shprehje e profetit, kjo hadith, kjo fjalë e profetit na jep një signal, shenjë
që është mundësi e mirë që na dallohemi për krijesave tjera në këtë muaj, me namazin tonë, me agjerimin tonë, me leximin e Koranit, me ibadetet që Zoti ka dhënë në fe. Shikoni këtë shembull për me kuptu këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka vanu shumë namazin e yatsis. Në ekstrem e ka dalë. E pret sahabët, e pret gjysmë natë ka dalë me fal namazin e yatsis. Kur ka dalë me fal namazin e yatsis, i ka thonë sahabëve kështu: "Ma yantadiruha ahadu min ahli al-ardi ghayrukum?" Ka thonë, e gjithë toka nuk është sikur ju, krijesat që janë ta, nuk është sikur ju. A nuk ka kush tjetër me prit përveç juve? Pse e ka bu pejgamberi këta me namazin e yatsis? Me qëllim, mi dham mësim profetit. E kjo shprehje profetit jep me kuptim kjo, që ju një dallum për krijesave tjera kur ju e adhuroni Zotin e ju. Krejt janë gjumë, në gjysnatë krejt flejnë, ndërsa ju e pritni namazin e yatsis. Shiko, shumë për njerëzit, që këtë hadith që e tash para pak minuta, shumë për njerëzit nuk ja dim lejnë muajin Shaban. Ti më ndohë, që shka marrë shembull për me mu dallu këtë muaj. Shumë për njerëzit thojnë, hajtë se e prisme Ramazanin, nuk e shfrytëzuar muajin Shaban. E ti mund është më dallu në këtë muaj, në ditët e këtij muaji, me agjerim, me lexim Koranit, me namaznate, e pasaj kur janë Ramazani, ashtu që shtanu i ki mëhlet për mi i kry adhurime tjera apo i obligimet e Allahut Azza wa Jall. O ju vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam po na tregon që në këtë muaj mos të ngrindemi, mos përlami njëri me tjetrin dhe mos kemi inat. Nga se ka një hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yattali'u Allahu ila al-khalqihi lejlatan nisfu min Sha'ban, fayaghfiru li'ibadatihi illa ithnaini, al-mushriku aw mushahin." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në gjysën e këtij muajit Sha'ban zbret Allahu Azza wa Jall, zbret Allahu Azza wa Jall në qiellin e kësaj dynjaje dhe i fal të gjithë robërit e tij, përveç dy lloj cilësi të njerëzve nuk i fal: ata të cilët bëjnë shirk ndaj Allahut dhe ata të cilët kanë inati o rejte mu përla me njerëzit. Kujdes në këtë muaj, gjysën muajt në dhënë kujdes. Nga se që ka në hadith, Allah Azza wa Jall apo në gjysën e këtij muajit zbret në qiellin e dynjas, i fal gjithë krijesat, përveç atyre të cilët bëjnë shirk ndaj Allahut Azza wa Jall, Allah na ruaj, dhe ata të cilët kanë inati o rejte për krijesat apo kanë përleshje njëri mas tjetrit. Allah na ruaj. Ibadallah, o ju rob të Allahut, shahru Rajabin shahru zar'in. Më të vërtetë o ju vëllezër, muaji Rajab ka qenë muaji i mbjellës. Shahru Sha'ban shahru saqi. Ndërsa muaji Shaban të cilët na jemi tani është muaji i ujitjes. Ramadan shahru hasad. Ndërsa Ramazani është korrje. Çka i bën kjo me kuptu? Nëse nuk e mbledh në Rajab e nuk e ujit në Shaban, çka ki me korr në Ramazan? A pe kuptani o xhamata ju? 3 muaj që i patëm, Rajab, Shaban edhe qëta është Ramazan, Allah na mundsof me pritja Rabbel Alamin. E para është mbjellë muaji i parë. Muaji që jemi na është ujitje. Muaji në Ramazanit është korrje. Çka ki me korrë ti në Ramazan? Ajo thash, o vëllezët e me o xhamat, që tash nesja në Ramazan ki me pas shumë malet, ki me pas çka ki me korrë. Mirë, po që tash ti nuk fillan, mos me nda që Ramazani ka me të përmisu ty. Që tash një ditë ki me mund dhe ki me lan krejt ma, as ki me falë, as kërgjë. Që tash fillan me ndryshu pozitën tane, vlerën tane, veprat e tua. Ibadallah, o ju rob të Allahut, فقد كان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق حناته تفرغ لقراءة القرآن. O ju rob të Allahut, ishte ky sahabi apo ishte ky tabi'in Amru ibn Qaisin, kur hynte muaji Shaban e mbyllte dyqanin e tij dhe i jepte rëndësi, u përkushtonte në leximin e Kuranit. Shiko sahabët, shiko tabi'inët çish kanë qenë me muajin Shaban. Moment që ka i muaji Shaban, dyqanin e tij e kam sheh. Është mirë me çka me leximin e Kuranit. Kja në jetë me kuptu
se sa e rëndësishme ishte muji Shaban tek sahabët. Pyeti sahabët pse e kanë madhështu edhe kanë ndesh këtë muj, nga se e kanë pa pejgamberin duke bërë vepra të mira. Qale Seleme, thot Seleme, shahru Sha'ban shahrul Qurra, muji Shaban është muaji i lexuarit, muaji i Kur'anit. Të parë tonë e kanë qujtë këtë muaji i Kur'anit. Që tash ti fillah me lexu Kur'an, me bë khatme Kur'anit, kur janë Ramazani, do e kesh ma let do e kesh me lexu Kur'anit. Në qoftë se ti e lën për azha këtë muj, çush e kanë qujtë parë tonë muji i Kur'anit, e lën për azha, nuk lexon Kur'an. Kur janë muji i Ramazan, jam i bindur, min zë që kemi lexu një faqe dhe kemi la. Edhe s'kemi mujt me bë më khatme. Që tash fillah kemi pat ma let në muajin Ramazan. Mira ju vëllezër, çka të bëjmë në këtë muaj? Et-tawba sadiqa. Në këtë muaj ta shtojmë tawbe, pendimin sinqert. El-ikthar min ad-du'a. Ta shtojmë lutjen më së shumti, Allahumma balighna Ramadan. Sa më shumë shtonë këtë lutje në këtë muaj, o Zot na mundson të arrit muajin Ramazan. El-ikthar min sawmi fi Sha'ban. Shtonë sa më shumë agjerimin në muajin Shaban. Tilawatul Kur'an, lexoni Kur'an, qiyamul layl, falni namaz natë, qira'atul ahkam sawmi Ramadan, lexoni sa më shumë për rregullat e agjerimit të muajit Ramazan. O ju vëllezër, kjo është hutbja e sodit dhe hutbet tjera do të flasni të njëjtën gjë për muajin Shaban, nga se ky muaj ka shumë lehtë dhe ka shumë fjalë që kanë folë ulemat që na më përgatit për muajin Ramazan. Dhe kështu që hutbet e tjera, xhumat e tjera do ja kushtojnë muajit Shaban që na përgatitni për muajin Ramazan. Elusmi Allahun azza wa jall që Zoti na bën për atyre që e presmi muajin Ramazan, duke qenë ditur na në çdo aspekt të adhurimeve dhe të ligjeve të Allahut dhe të rregullave të agjerimit. Allah na bëj për të ja Rabbul Alamin.